votimet, por edhe votimin e reja që do vinë në kuvendin e Kosovës, e vetmja pengesë tani për tani është pra zgjedhja e një presidenti i cili do të jetë i pranueshëm për të gjitha palët, e deri më tani pra nuk ka pasur lëvizje që janë bërë deri në këtë moment, mirë po urojmë që një gjë të tillë të ndodhë në ditët e vijim dhe sa më parë që është mundur Kosova të dalë edhe nga klingërç në mënyrë që të kemi mundësi pra të punohet dhe veprohet dhe jo të mbesim në ndjekje dhe pritje se a do të kemi president apo duhet të shkojmë sërish në zgjedhje parlamentare. Unë uroj që një gjë tillë të mos ndodhë, pasi që kemi kaluar një vit pa kuvend dhe si e tillë Kosova ka mbetur shumë brapa në shumë procese, në shumë sidomos në procesin e integrimit euroatlantik, por në këtë pikë nuk duhet të harrojmë edhe çështjen e sigurisë, pasi që ne jemi duke u përballuar momentalisht me problematika dhe me luftra gjithandej që ndoshta një gjë e tillë nuk ka ndodhur në shumë vite më parë, pasi nga lufta e dytë botërore, që nga mbarimi i luftës së dytë botërore, nuk kemi pasur një zhvillime kaq të mëdha dhe kaq të rrezikshme që po ndodhen në gjithë uroj që